Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjësër Bricjapit. Dhe dashur do bëjmë leximin e vitit 2026 dhe siç e shihni kam ndezur timianin. Ky timian quhet timian për bekime, mbarsi. Bekime paçi që nga janari deri në dhjetor të dashur. Qofshi bekuar në shëndet që është mbi të gjitha, në punë, dashuri, familje, personale, profesionale, në çdo lëmi të jetës së juaj. Paçi bekime dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë ju të dashur Bricjapër. Dhe siç e shihni kam hapur 12 letra që pasojnë 12 muajt e vitit. Dhe do marr 2 nga 2, janarin dhe shkurtin, marsin dhe prilin dhe kështu me radhë. Por duhet të keni parasysh një gjë të dashur. Nëse them mund diçka të ndodhë në shkurt, mos më mbani për fjale, nga që energjia dhe veprimet, përqendrimi juaj, fokusi i ndryshon gjërat. Mund të ndodhë më herët, mund të ndodhë më vonë, po që do ndodhë. Të fillojmë me janarin dhe shkurtin të dashur, kemi 3 të shkopive dhe mbretin e shkopive. Ja ku i keni këtu para jush. Viti nis pak me pritje dhe plane konkrete. Bricjapi do filloj të shohë mundësitë reale për zgjerim, që mund të jetë në punë, në një projekt, zhvendosje, ose hapëri jetës. Këtu ende nuk do ketë lëvizje më njëherë, por ka vizion të qartë. Janari do jetë një muaj strategjik, të planifikoni, jo të veproni. Mbreti i shkopive është dhe një figurë autoriteti ose ta them Bricjapi mund ta marr timonin në dorë. Vendime të forta, ambicje e kthyer, një ide që fillon të marr formë serioze. Këtu do vendoset drejtimi i vitit të dashur. Duhet të prisni pakës, janari të kaloj, të mblidhni forcat, të planifikoni dhe me mbretin e shkopive që pasqyron ambicjet, autoritetin, apo figurë autoriteti që do ndihmoj, dhe aty do sigur do fillojnë të marrin formë serioze gjërat në jetë. Dhe dashur, marsi dhe prilli. Është perandoresha, jo 3 të perandoreshës, po 3 të perandoresha dhe 6 të monedhës. Ja ku i keni këtu. Po fillojmë me 6 të monedhës, që është e para, dhe thotë balancë financiare, ose ndihmë konkrete nga dikush të dashur Bricjapër, mund të marrësh mbështetje, pagesë ose marrëveshje me të drejtë, jepet dhe merret, këtu nuk do merrni vetëm, por do jepni patjetër, por këtë herë me kushte të barabarta, do ndiheni sikur s'u humbisni asgjë. Dhe perandoresha të dashur është një rritje, absolutisht mund të jetë emocionale, por materiale ose familjare. Mund të lidhet me krijimtari, shtatzani, ide ose reale, ndjesi, sigurie. Prilli do jetë për ju muaj i butë, me një farë mënyrë kogja shërues, por dhe perandoresha tregon të dashur atë që balancën financiare, ndihmë konkrete, është perandoresha që do ndiheni vërtet në vendin e duhur dhe shumë më rehat. Maji dhe qershori të dashur maji është faqe e shpatës dhe qershori është mbreti i monedhës. Që të mbaj që të shkoni që të dyjat. Faqe e shpatës janë lajm, biseda, mesazhe që në fakt do ndryshojnë perceptimin dikush flet, tregon, flisni dhe ju, fillon një vërtet që nuk mund të injorohet më, po flitet, po angazhoheni për një punë, për një projekt, për një
person, që mund të jetë për shumë gjëra, por që po flitet, qartë dhe sinqert. Dhe mbreti i monedhës tregon stabilitetin pas kësaj bisede, pas kësaj marrëveshje, stabiliteti i fort financiar ose profesional. Një projekt bëhet shumë i qëndrueshëm, do ndiheni më në kontroll të jetës materiale dhe ky do jetë kulmi i sigurisë, të dashur birtjapër. Vazhdojmë me korrikun, që është 5 të monedhës, dhe gushtin, që është mbretëresha e shpatës, që të dyja këtu. Të dashur birtjapër, ti mbaj kështu, dhe dorën tjetër të mbaj ashtu që ti mbaj letrat. Të dashur birtjapër, 5 të monedhës, një periudhë e vështirë emocionale. Keni tendencën pak ndonjëherë të zmadhoni gjëra, të rrisni, të ktheheni nga negativiteti. Sikur mund jeni vetëm, mungesë, mund të jetë nga partneri, familjarët, në lidhje, mund të jetë pasojë e vendimeve, ndoshta që keni marrë përpara, por diçka, por jo humbje reale, por një tranzicion do ta quaja emocional. Mbretëresha e shpatës, të dashur, tregon që birtjapi do vendos kufi, të ndanë të vërtetën nga iluzioni, të kuptoj qartë se çfarë dhe ku po ndodhet. Një marrëdhënie ose situatë qartësohet dhe duken gjëra të qarta, dhe gushti sikur është muaj i prerjes, largimeve, të ëndrave, pak emocionale, ndoshta thosha në një marrëdhënie, që nuk do thot vetëm, pak sikur prerjes, largimit të iluzioneve, të dashur birtjapër. Shtatori dhe tetori, të dashur, është mbretëresha e kupës dhe kalorësi i shpatës. Rikthimi i ndjeshmërisë. Kemi gjithë kohë që nuk ndjejmë, nuk duam, nuk na bëhet pasgjë, dhe kjo është pak ajo letra që lexova. Rikthimi i ndjeshmërisë, një lidhje që bëhet me thellë ose shfaqet dikush që të kupton, apo marrëdhënia juaj sikur rikuperohet me partnerin, me personin që keni afër, me familjarët, mund të jetë me kolegët në punë, do të patjetër, një lloj shërimi emocional i vështirësive, të asaj vere çfarë keni përjetuar, sikur është paksa një ndalesë, por që prap një rikthim. Kalorësi i shpatës tregon veprime të shpejta, vendimi papritur, lëvizje, përballje, nuk ka më durim për vonesa. Absolutisht, tetori do ndryshon ritmin e vitit. Do thot një pushim sikur nga vera, pak emocionalisht të prerë, të lodhur, mund të thotë që nuk do thot patjetër të prerë, pak të lodhur, por që mbinjëherë do ndryshojë pas pushime, pas verës, ritmin e gjithë vitit. Të dashur birtjapër, vjen nëntori dhe dhjetori, kam vdekjen dhe djallin. Vdekja pasqyron akrepin dhe djalli pasqyron në fakt ju, të dashur birtjapër. Vdekja është fund i kapitullit, një kapitull shumë të rëndësishëm, mund të jetë fund me ca bashkëpunime që do jenë të mbuluara, të mbyllura mirë, fund i një varësie, fund një modeli të jetesës, fund i një mendimi, fund i një veprimi, por fund diçka që do jetë, dhe kjo nuk do jetë absolutisht humbje, është një rilindje konkrete. Dhe djalli kur është përballje, pak varësi, lidhje toksike, siç thash, është fundi atyre, testet finale që tash e keni tendencë të mendoni pak negativisht, pak sikur po ktheheni pak aty dhe prap po shkundeni, po largoheni, është veti e lartë për atë që të mban peng. Dhjetori do i kërkohet një vet kontroll dhe ndëshmëri totale. Ti shikoni gjërat ashtu siç janë, jo siç i bëni të duken në kokën e juaj. Absolutisht,
letrat Oracle kam zgjedhur ca bonus letra këtu që është not talking, mund të jetë në periudhën siç thash që me partnerin apo me dikë që sikur heshtja po krijon një qarje. Në 2026 duhet të flisnin më shumë, komunikimi duhet të bëhet apo të jetë një domosdoshmëri tek ju, që të mund t'i përballoni problemet që mund të keni mes njëri tjetrit. Dhe thot intuita jote është udhërfyesi më i mirë. Mendimet më të mëdha të vitit nuk vinë nga logjika absolutisht, vinë nga ndjenja e brendshme që s'ke gabuar apo s'ka gabuar asnjëherë. Me këtë që shikoj të dashur, viti 2026 nuk do të shpërblej për durimin, do shpërblej për guximin, për të ndryshuar, për të marrë gjërat me nëse flet, shpresh, absolutisht do të çlirohesh, duhet të thuash gjërat me zë, të dëgjohesh. Nëse ndalon së kontrolluar çdo gjë, sikur në çdo gjë të kesh kontroll, atëherë do fitosh gjithçka. Pra, nëse dëgjon këtë intuitë që di kogja të flas, por ti e injoron, asnjëherë nuk do të gabosh. Do jetë një vit i ndryshimeve, absolutisht përsëmbari, dhe uroj që të jetë një vit që do të ndiheni super të përmbushur, të realizuar, të dashur, britjapër, gëzuar.